Ndërmjet miq, përshëndetje, mirë se ritakojmë sërish në emisionin dhe takimin e përjavshëm Kopshti i Devotshmërisë. Do të flasim sot për një temë e cila është burim kënaqësie her pas here kur e dëgjojmë, por se është dhe një mundësi dhe një motiv për të bërë shumë vepra të mira. Do të flasim për dashurinë, po jo për atë të zakonshmën. Do të flasim për dashurinë ku në mes është hatri i Zotit. Besimtarët kanë një marrëdhënie ekskluzive mes njëri tjetrit ku duhen për hatër të Zotit, për hatër të Atij i cili i krijoi dhe i cili i orienton. Por çfarë është kjo dashuri? Çfarë sevapi, çfarë shpërblimi, çfarë inkurajimi dhe çfarë dobish ka kjo dashuri? Për gjitha këto ne sot kemi kënaqësinë të dëgjojmë Hoxhën nderuar Hoxh Enitmullahu. Hoxh, mirë se vini. Mirë se ju gjej. Hoxh, ne do flasim sot për dashurinë. Mirë, po siç përmendet në librat e ndryshëm, kjo quhet dashuria për hatër të Zotit. A mund të bëjmë një parapërcaktim se çfarë është dashuria në thelb dhe si u nda ka kjo, pasi duket sikur ka disa lloj dashurisë dhe disa lloj ndarjesh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'de. Me emrin e Allahut, gjithëmëshirshmit, mëshirëplot, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dashuria është një ndjenjë që Allahu subhanahu wa taala ka vendosur në zemrën e njeriut. Njeriu, duke jetuar në mesin e njerëzve të tjerë, duke bashkëvepruar me ta, normalisht që do të ushqejë dhe ndjenjën e dashurisë ndaj tyre. Allahu subhanahu wa taala thotë: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. Allah subhanahu wa taala thot, është zbukuruar njeriut dashuria për bashkëshorten, për fëmijët, dashuria për thesaret e çmuara, qofshin ato prej ari ose argjendi, qofshin ato kuajt e bukur, pra çdo lloj pasurie të jetës së kësaj bote, dashuria për ta tek njeriu ekziston. Dhe nga ky ajet i Allahut subhanahu wa taala kuptojmë se dashuria është shumë llojshme. Kemi dashuri e cila buron si shkak i epshit dhe dëshirës që njeriu ka. Dashuria për jetën e kësaj bote, rahatia që ajo të jep, gjithashtu kënaqësitë dhe bukuritë e shumta që ajo posedon. Kemi dhe dashuri tjera të cilat ndërtohen mbi bazë të nderimit dhe respektit, siç është dashuria për e fëmijës për prindin ose dashuria e nxënësit për mësuesin e tij. Gjithashtu kemi dhe dashuri e cila ndërtohet mbi bazë të mëshirës dhe mshurisë, siç është dashuria e prindit në këtë rast ndaj fëmisë, por gjithashtu edhe dashuria e njeriu në përgjithësi për nevojtarët, për njerëzit të cilët janë të dobët ose të sëmurët. Pra, kuptojmë që kemi një llojshmëri të gjerë dashurish. Dhe në përgjithësi këto dashuri krijohen mbi bazë të disa interesave, qofshin ato interesa materiale ose interesa shoqërore. Pastaj kemi një dashuri e cila është e shkëputur prej interesave të dynjas, është një dashuri në një shkallë më të lartë, dashuria për hir të Allahut subhanahu wa taala. Këtë dashuri feja jonë madhështore, feja islame, i dha përparësi dhe e bëri pjesë plotësuese të besimit tonë për të na treguar se kjo dashuri zë një vend të veçantë në zemrat e besimtarëve. Dhe për këtë profeti jon sallallahu alaihi wasallam, siç tregon Enesi radhiyallahu anhu, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush i ka 3 gjëra, kush i posedon 3 gjëra, ai do ta ndjejë ëmbëlsinë e besimit. Dhe një ndër ato 3 gjëra është të duash dikë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pra ta duash atë me sinqeritet vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pra duket sikur dashuria është sa instiktive aq edhe besimore. Pra duket sikur dashuria për hir të Allahut bën diferencë nga ato tjerat, të cilat shpesh janë, po themi kështu, dhe instiktive, pra i duam edhe për shkak të pasioneve tona, edhe për shkak të epsheve tona, po ndonjëherë edhe për shkak të egove tona. Dashuria për hatër Zotit që nga e veçantë dhe duket sikur kjo është ajo dashuri e cila shpërblehet tek Zoti. Le të ndalemi pak më gjerësisht në, po themi, dimensionet dhe aspektet e kësaj dashurie. Çfarë do thotë ta duash dikë për hatër të Zotit, kur ndërkohë raport me të nuk ke ndonjë interes, nuk ke, po themi, ndonjë rrethan të jashtme që të lidh, pra çfarë do thotë konkretisht ta duash dikë vetëm për hatër të Zotit?
Të duash dikë për hir të Allahut subhanahu wa taala, do të thotë ta duash atë për besimin që ai posedon, për devotshmërinë që ai ka, për bindjen që ai tregon ndaj urdhëresave të Allahut subhanahu wa taala, por gjithashtu edhe për kujdesjen që ai shfaq për t'u ndaluar prej atyre gjërave që Allahu subhanahu wa taala i ka ndaluar. Dhe në fund fare ta bëj këtë dashuri për hir të Allahut azza wa jall, për të fituar dashurinë dhe kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye profeti sallallahu alaihi wasallam na ka treguar shembullin e një personi i cili i la të gjitha angazhimet e tij, e la familjen e tij, i mbylli bizneset e tij dhe u nis në një rrugë të largët, në një fshat të largët për të takuar një person që ai e donte vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Gjatë rrugës Allahu azza wa jall i dërgon një melek i cili e pyet dhe i thot: "O filan, për ku je nisur?" Dhe ai i thot: "Jam nisur për filan vend për takuar filanin." I thot meleku: "Çfarë të lidh me të? Pra, a ke ndonjë lidhje me të?" I thot: "Jo, e dua vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala." Atëherë meleku i thot: "A nuk ke ndonjë interes tjetër me të? Mos vallë ke ndonjë tregti ose mos vallë ke ndonjë borxh që do t'ja shlyesh?" I thot ky person: "Jo, thot, e dua atë për hir të Allahut azza wa jall, vetëm kjo më lidh dhe kjo më bëri që të ndërmarr këtë udhtim." Në ato momente meleku i kthehet dhe i thot: "Unë jam i dërguar i Zotit tënd për të thënë ty, për të lajmëruar ty se Allahu subhanahu wa taala të don ty për shkak të kësaj dashurie që ti ke ndaj vllait tënd." Pra, në një farë mënyrë ky kishte këtë një shok, një mik që e donte dhe kjo ishte një ndoshta nga ato vizita të rutinë që bënte për ta parë dhe për ta nderuar vllain e tij, po edhe pse ishte vizitë rutinë, ishte një dëshmi e madhe se për shkak të kësaj Zoti e kishte falur. Pra, duket sikur dashuria për hatër të Zotit ka shpërblim shumë të madh, maksimumin, mëshirën e Zotit dhe xhenetin e tij. Është e rëndësishme që ta përjetojmë kështu, që nëse arrim ta duam dikë, ndoshta edhe ne me leku në një formë, ndoshta nuk është thënë të na vi fizikisht si puna e këtij, po mund të na thotë se je i falur dhe shpërblimi yt është xheneti. Sakt, të fitosh dashurinë e Allahut subhanahu wa taala është një ndër fitoret më të mëdha që besimtari mund të fitojë në jetën e kësaj bote. Sepse të fitosh dashurinë e Allahut azza wa jall do të thotë të jesh i dashur i tij. Dhe a di çka ndodh kur bëhesh i dashur i Allahut subhanahu wa taala? Kur arrin të jesh i dashur i Allahut subhanahu wa taala, Zoti i gjithësisë e thërret Xhibrilin alayhis salam dhe i thot: "Unë dua filanin, duaj edhe ti." Dhe Xhibrili të don. Dhe pastaj urdhërohet Xhibrili që të thërrasi në mbretërinë e qiejve dhe t'i thot atyre që duajini filanin sepse Zoti subhanahu wa taala, Zoti absolut, e don këtë person. Dhe ti nëpërmjet kësaj paramendoje pak këtë moment. Pra çfarë fame, çfarë krenarie, çfarë prestigje është për ty që emri jot të përmendet në mbretërinë e qiejve. Pra të përmendet emri në mbretërinë e qiejve dhe për çfarë? Për diçka e cila realisht nuk është e vogël, por normalisht që njeriu e ka mundësinë. Pra normalisht që dashuria për hir të Allahut azza wa jall nuk është thjesht një fjalë goje, por kërkon sakrificë, kërkon dhe mund, por në fund fare fiton dashurinë e Allahut azza wa jall. Është arritshme nga të gjithë. Pra, nëse për të bërë hafiz, ndoshta nuk e kanë gjithë mundësinë, për të bërë haxhin nuk e kanë gjithë mundësinë, për dhënë ndoshta sadaka dhe zakat nuk e kanë të gjithë mundësinë, për të dashur dikë për hatër të Zotit e kemi të gjithë mundësinë. Pasi çdo kush për nesh e ka një besimtar ty afër ku mund të shprehë dashurinë për hatër të Zotit dhe ta mbri këtë gradë. Është e arritshme, por ne kemi edhe pjesë të besimit ton, pra që të arrijmë të përsosim besimin ton, ta plotësojmë besimin ton, normalisht që duhet të duam njerëzit, pra vëllezërit tan, duhet i duam besimtarët për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe për këtë na mësoi profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij ku tha: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Nuk ka për të besuar askush prej jush derisa të dojë për vllain e tij atë që don për vete. Pra nuk do të arrijë ndonjëherë për sosmërinë e këtij besimi madhështor derisa të dojë të mirat e fesë dhe të dynjas, siç i don për vete, i dojë edhe për vllain e tij musliman. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër na ka treguar se nuk do të hyni në xhenet derisa të besoni dhe nuk keni për të besuar derisa të duheni mes njëri tjetrit. A doni t'ju tregoj për diçka të cilën nëse e veproni do të duheni mes njëri tjetrit? Atëherë përhapeni selamin në mesin e juaj.
Pra ato përshëndetjet, po themi rutinë që ne shpesh i kemi mes besimtarëve kur shkëmbejmë me njëri tjetrin, kur hyjmë ose kur dalim nga xhamia, duket sikur janë shkak për të shtuar dashuria, sepse ndonjëherë dhe i nënvlerësojmë, pra nënvlerësojmë që t'i japim selam dikujt apo dhe t'ia kthejmë selamin. Sipas hadithit janë shumë të rëndësishme. Normalisht janë mjaft të rëndësishme. Edhe gjithashtu dohet të përmend një thënie të një dietari të madh, Ibn Qayyimit, i cili thot fa inna al-mahabbata fillahi min a'zami manazil al-iman au min a'zami asbabi wujud halawat al-iman. Dashuria për hir të Allahut Azza wa Jall është një nga pozitat më të larta të besimit, por gjithashtu është edhe një nga sebebet kryesore në arritjen e ëmbëlsisë, në arritjen e shijimit të ëmbëlsisë së këtij besimi. Pra duket hoç sikur të kesh dashuri për hatër të Zotit ndaj dikujt tjetër, marrë këto sevape, marrë këtë prestigj hynor, po ndërkohë ju thatë që shijon dhe imanin, pra sikur fillon dhe përfiton diçka konkrete. Çfarë dobish dhe çfarë mirësish ka kjo marrëdhënie e besimtarëve me një tjetrin, që është sublime, është për hatër të Zotit, është pa interesa, drejt për drejt, pa kushte, po ndërkohë a ka dobi në jetën e kësaj bote, a përfitojnë besimtarët nga kjo dashuri? Normalisht që përfitojnë. Me të vërtetë ne thamë që kjo dashuri ndërtohet e shkëputur për interesave, po kjo nuk do thotë që kjo dashuri nuk ka dobi dhe nuk ka benefite. Normalisht disa prej benefiteve ne i përmendëm, për shembull, njeriu arrin të përsosë besimin e tij, arrin të ndjejë ëmbëlsinë e këtij besimi, por gjithashtu përmendëm që kur njeriu e don dikë për hir të Allahut subhanahu wa taala, kjo bëhet sebeb që ai të arrijë dashurinë e Allahut Azza wa Jall. E për këtë duhet të tregoj një histori shumë të bukur, që përcillen nga Ebu Idris el-Khawlani, i cili e ka jetuar vetë këtë histori në jetën e tij personale, ku thot, hyra në xhaminë e Damaskut dhe pash një djalosh të bukur me dhëmb të bardhë që rreth tij qëndronin njerëz. Dhe sa herë kishin ndonjë pyetje ose ndonjë çështje, ktheheshin tek ai dhe merrnin mendimin ose fetvan e tij. Dhe pyet Ebu Idris el-Khawlani, kush është ky person? Dhe i thonë që ky është Muadh ibn Xhebeli, një prej shokëve të nderuar të profetit ton sallallahu alaihi wasallam. Dhe ditën tjetër shkon Ebu Idris el-Khawlani të nesërmen pra në xhami herët dhe shikon që Muadh ibn Xhebeli kishte shkuar para tij dhe ishte duke u falur. E pret derisa mbaron faljen dhe i afrohet, e përshëndet me selam dhe i thot: "O Muadh, o shok i profetit sallallahu alaihi wasallam, unë të dua ty për hir të Allahut Azza wa Jall." Ai i thot: "A për Allah? Pra, a me të vërtet më don mua për hir të Allahut subhanahu wa taala?" I thot: "Po, për Allah." Kërkoi një konfirmimin se nuk që nga dha që letë në mënyrë. Po, pra i thot: "Po, për Allah të dua." Dhe e përsëriti këtë pyetje Muadhi 3 herë. Dhe në të 3 herët Ebu Idris el-Khawlani thot, ju përgjigja në të njëjtën formë. Pra, po, të dua për hir të Allahut Azza wa Jall. Atëherë më kapri për robje, më afroi dhe më tha: "Përgëzohu, sepse unë e kam dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam të thot se Allahu Azza wa Jall ka thënë: wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya." Është bërë, ose dashuria Allahut Azza wa Jall është për ata të cilët duhen për hir të Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu duhet përmend që kjo histori nxjerrim shumë dobi, por një dobi është edhe që me ja treguar atij personi dashurinë që ti ndjen ndaj tij. Pra mos me e fshehur dashurinë që ti ke për një person për hir të Allahut Azza wa Jall. Ebu Idrisi ja tregoi Muadhit, por gjithashtu Muadhit ja ka treguar edhe një njeri më i lartë, më i nderuar se Ebu Idrisi. Ja ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam ku i tha: "Ja Muadh, wallahi la uhibbuk." O Muadh, me të vërtetë unë të dua ty. Pra duhet ta bëjmë praktik në mënyrë ndaj njëri tjetrit që t'ia shprehim këtë dashuri dhe t'ia deklarojmë, pasi kjo pas ka qenë, po themi, praktika dhe tradita e profetit alayhis salam dhe sahabëve. Kjo është tradita e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabëve, që ata e donin njëri tjetrin, e përkujtonin njëri tjetrin për këtë dashuri, pra ja shprehnin njëri tjetrit këtë dashuri dhe gjithashtu marrëdhëniet e tyre ata i ndërtonin në bazë të kësaj dashurie. Dhe ne si besimtarë sot, marrëdhëniet tona duhet i ndërtojmë në bazë të kësaj dashurie madhështore, pra dashuria për hir të Allahut subhanahu wa taala.
Ndërkohë, ne folëm në këtë pjesë të parë në mënyrë për këtë dashuri e cila përjetohet edhe e zbukuron jetën e besimtarit, zbukuron dhe marrëdhëniet mes besimtarëve. Po ndërkohë, çfarë përfitimi, çfarë dobie, çfarë privilegjesh kanë besimtarët në botën tjetër, ata të cilët e kanë jetësuar këtë cilësi në jetën e kësaj bote? Si do të shpërblehen në ahiret? Normalisht, siç e thatë, frytet e dashurisë për hir të Allahut Azza wa Jall nuk shfaqen vetëm në jetën e kësaj bote, por normalisht ato do ta ndjekin njeriu, do të e pasojnë njeriu edhe në botën tjetër. Qysh në momentet e para që njeriu do të ringjallet para Allahut Azza wa Jall, dhe ne e dimë që momentet e ringjalljes janë momente dramatike për njeriu. Pra, qysh në momentet e para që njeriu do të ringjallet, ku dielli do të jetë sipër kokave tona dhe njerëzit do të përvlohen nga nxehtësia e madhe e diellit dhe disa prej tyre do t'i arrijnë djersët deri në nyje, siç ka ardhur në hadith, disa të tjerë deri në gjuj, disa të tjerë deri në bres, e disa do të mbulohen prej djersëve të tyre, e çdo njëri prej njerëzve në këtë ditë normalisht do ta kërkonte një hije ose një strehim, dhe atë ditë nuk ka strehim tjetër përveç hijes së arshit Allahut Azza wa Jall. Dhe dihen kategoritë e njerëzve që do të jenë në hijen e arshit Allahut subhanahu wa taala, atë ditë që nuk ka hije tjetër përveç hijes së arshit Zotit. Dhe një prej atyre kategorive është ata dy persona të cilët u deshën për hir të Allahut subhanahu wa taala, i bashkoi ata dashuria për hir të Allahut Azza wa Jall, dhe nëse u ndan po për shkak të kësaj dashurie për hir të Allahut Azza wa Jall. Dhe normalisht vazhdon ta shoqëroj dashuria për hir të Allahut Azza wa Jall njeriu dhe në momentet e para që ai do të futet në xhenet, siç ka thënë profeti alayhi salatu wassalam, në momentet e para që njeriu do të hyjë në xhenet, do të shikojë disa podiume të larta prej drite. Shokët e Muhamedit e pyetën: "O i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam, a mos vallë janë këto podiume për profetët dhe dëshmorët?" I tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "Jo, këto janë për ata njerëz të cilët u deshën për hir të Allahut Azza wa Jall në jetën e kësaj bote." Gjithashtu, kjo dashuri do ta shoqërojë njeriu edhe pasi njeriu të jetë stabilizuar në xhenet, pasi njeriu pra të jetë qetësuar në xhenet dhe të ketë fituar rehatin e tij në xhenet, do ta shoqërojë kjo dashuri. Do të ketë disa persona të cilët do të shohen dhe do thonë: "O Zoti jon, ne kemi pasur disa shokë që i donin për hirin tënd, pra për hir të Allahut Azza wa Jall, kishim dashuri për ta për hir tënd." Dhe ata ishin me ne, faleshin me ne, agjeronin me ne, bënin haxh me ne, po sot nuk po i shohim në mesin ton. Atëherë Allahu subhanahu wa taala do t'i thotë: "Shkoni dhe nxirrni prej xhehenemit çdo person i cili ka pasur një grindë besimi në zemrën e tij." Prandaj dhe Aliu radhiyallahu anhu kur lexonte ajetet në Kur'anin famlart, "Fama lana min shafi'in wala sadiqin hamim", pra nuk kemi ne këtë ditë ndonjë ndërmjetësues ose nuk kemi ndonjë mik të vërtet, shok të sinqert. Aliu radhiyallahu anhu kur i lexonte këto ajete thonte: "Shtojini shokët për hir të Allahut Azza wa Jall, pasi ata do t'ju nevojiten në një ditë që ju do të keni nevojë për ta." Pra një vllai i mirë të ndihmon jo vetëm në jetën e kësaj bote, po të ndihmon edhe në ditën e gjykimit kur ndoshta nevoja është, po themi, e jashtëzakonshme, është shumë e madhe. Hoxha, do të bëjmë një shkputje shumë të shkurtër dhe rikthehemi sërish kësaj bisede në pjesën e dytë. Rëmishim pas pak pjesën e dytë. Rikthehemi miq në studio, po flasim për dashurinë për hir të Allahut si një prej ndjenjave më të bukura, po ndërkohë dhe një prej përpjekjeve dhe angazhimeve ku besimtari shpërblehet më së shumti. Shpërblehet në jetën e kësaj bote me ëmbëlsinë e besimit, po shpërblehet dhe me një lloj, siç e përmendi dhe Hoxha, me një lloj ndërmjetësimi ku besimtarët do të ndërmjetësojnë për vëllezërit e tyre që ata të jenë në xhenet dhe të ruhen nga ndëshkimi i zjarrit të xhehenemit. Po ndërkohë në këtë pikë dytë ne do të mundohemi të flasim Hoxh për ato aspekte se si mund ta ushqejmë, se si mund ta kultivojmë dashurinë për hir të Allahut në raport me njëri tjetrin. A ka po themi këshilla praktike se si çfarë duhet të kemi parasysh ose si duhet i praktikojmë këto? Normalisht. Në radhë parë ne duhet ta kuptojmë që dashuria për hir të Allahut Azza wa Jall është adhurim.
Dhe tek adhurimet ne jemi urdhëruar që t'i përsosim ato. Siç thot Fudejl ibn Iyadi, dashuria për hir të Allahut, pra shikimi tek fytyra vllait tënd që ti e don për hir të Allahut subhanahu wa taala është dashuri dhe adhurim. Pra kur shikimi merr një vlerë kaq të madhe, atëherë çka mund të themi për kujdesjen që ti ke ndaj vllait tënd, për ndihmesën që ti e ofron vllait tënd, gjithashtu çka mund të themi për lehtësimin që ti mund t'i heqësh, mund t'i lehtësosh atij një vështirësi ose të bësh shkak për t'i larguar një breng, gjithashtu të bësh shkak për t'i qëndruar pranë në momentet e vështira. Dhe dashuria për hir të Allahut Azza wa Jall nuk shfaqet vetëm në momentet kur ti je me personin ose kur ti je me vllain tënd, por përkundrazi, edhe kur ti je jashtë, pra nuk je me të, nuk duhet ta harrosh, më paktat mos e harrosh atë në duatet tua. Pra ta përmendesh atë në duat, në lutjet e tua të përditshme. Pra duket sikur kjo dashuri nuk është thjesht teorike ose thjesht ndjenjë, por se është edhe, po themi, edhe një përpjekje ku ndryshon dhe cilësinë e jetës. Pra ju thatë që ta ndihmosh kur ka hall, t'i ruash, po themi, dinjitetin kur ndoshta dikush e përgojon ose e nënshmon, të bësh lutje. Pra duket sikur duhet që ta dëshmojmë edhe praktikisht këtë dashuri dhe këtë marrëdhënie. Normalisht është prej kushteve të kësaj dashurie që ti mos e duash personin në fjalë ose vllain tënd vetëm me fjalë, por ta shprehësh edhe me vepra. Pra është mjaft e rëndësishme shprehja e kësaj dashurie nëpërmjet veprave. Madje profeti jon sallallahu alaihi wasallam na ka përmendur disa detyrime që ne kemi ndaj njëri tjetrit, pra ndaj atyre njerëzve që ne i duam për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ndër të tjera ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam këshillën e sinqertë, gjithashtu ka përmendur justifikimin e tij. Pra nëse e shikon atë në një gjendje duhet ta justifikosh, pra jo direkt ta qortosh. Gjithashtu ka përmendur këshilla e sinqertë për të vizita kur ai është smur, por gjithashtu edhe dhuratat mes njëri tjetrit. Profeti alayhi salatu wasalam ka thënë, dhuroni që të duheni mes njëri tjetrit. Pra, kjo është një marrëdhënie e ngushtë e cila dëshmohet hap pas hapi në situata të ndryshme ku në një mënyrë kristalizon atë që quhet vllazëria mes besimtarëve, që është një hallk, po themi, besimore, shpirtërore, shumë e fortë mes besimtarëve. Si të jemi vëllezër për hir të Allahut? Çfarë është vllazëria për hir të Allahut? Si të shkelim në këtë rrugë të ndritshme, e cila na rregullon jetën e kësaj bote, po edhe na bën besimtar, po themi, të shpërblyer në botën tjetër. Vllazëria për hir të Allahut Azza wa Jall normalisht që arrihet nëpërmjet dashurisë që njeriu ka për hatër të Zotit. Pra nëse disa njerëz duan për hatër të Allahut Azza wa Jall, ato vllazërohen mes njëri tjetrit. Allahu subhanahu wa taala ka thënë innamal mu'minuna ikhwa, me të vërtetë që besimtarët mes njëri tjetrit janë vëllezër. Dhe po ta shikojmë në historinë e shpërnguljes së profetit sallallahu alaihi wasallam për në Medine, do të vërejmë se një nga hapat kryesorë që profeti alaihi salatu wasalam ndërmori ishte vllazëria. Pra, sepse e kuptoi profeti sallallahu alaihi wasallam që nuk mund të formohej një shoqëri e re që do t'i bënte ballë perandorisë romake dhe perandorisë perse, vetëm se nëpërmjet vllazërisë. Pasi vllazëria është ajo vlerë morale e cila në brendësitë e saj ka shumë morale tjera të larta, ka unitetin, ka dashurinë për hir të Allahut Azza wa Jall, ka përkujdesjen për njëri tjetrin, por gjithashtu ka edhe marrëdhënien e ngushtë që do të krijojnë besimtarët mes njëri tjetrit. Kur arrihet të krijohet kjo marrëdhënie kaq e ngushtë, atëherë normalisht që besimtarët do të fuqizohen dhe do të arrijnë thelbin e një shoqërie ashtu siç e dëshiron Islami, ashtu siç e dëshiron kjo fe madhështore. Dhe për këtë profeti jon sallallahu alaihi wasallam na ka dhënë një shembull shumë të bukur, duke thënë shembulli i besimtarëve në dashurinë, mëshirën dhe dëmshurinë që ata kanë ndaj njëri tjetrit është si shembulli i një trupi të vetëm. Kur rënkon një gjymtyr i këtij trupi, normalisht i tërë trupi mobilizohet dhe
i bëjmë ballë këtij rënkimi nëpërmjet etheve dhe nëpërmjet temperaturës. Dhe në të njëjtën formë duhet të jetë edhe vllazëria jon, shoqëria jon, pra do të ndërtohet në bazë të dashurisë për hir të Allahut Azza wa Jall, ta duam njëri tjetrin për hir të Allahut Subhanahu wa Taala dhe të mundohemi ta përkrahim njëri tjetrin dhe të gjindemi njëri tjetrit në nevoja me aq sa ne kemi mundësi. Po shumë të falenderoj shumë për këto këshilla, për këtë bisedë, për këto orientime dhe shpresoj që së paku të përpiqemi për të arritur dashurinë për hatër të Zotit. Zoti shpërblet. Allah shpërblet më mirë, Allah ju nderoft, edhe unë ju falenderoj. Miq, këto ishin minutat e këtij emisioni, folëm për dashurinë për hatër të Zotit, ku kuptuam se është pikërisht kjo dashuri që na e bën të mundur shijimin e imanit, na e bën të mundur një bashkësi shumë kompakte ku i gjithë, po themi, e gjithë pjesa e besimtarëve janë si një trup i vetëm, po gjithashtu kuptuam se përmes kësaj dashurie besimtari arrin xhenetin e Zotit të larta dhe sigurinë e botës tjetër. Falenderoj që na ndoqët dhe mirë takofshim.